Përshëndetje të nderuar shikues, jemi së bashku në edicionin e orës 14 këtu në studion e Blu Televizion. Prefekti i qarkut Vlorë Evisa Allushi së bashku me kryetarin e bashkisë Sarand Oltion Çaçi zhvilloi një vizitë në terminalin e ri Sarand Welcome Center, një investim që në portin e Sarandës synon përmirësimin e përvojës së vizitorëve, veçanërisht gjatë sezonit turistik. Terminali i ri i udhëtarëve në qytetin e Sarandës, i njohur ndryshe si Saranda Welcome Center, është vizituar nga prefekti i qarkut Vlorë Evisa Allushi, e shoqëruar nga kryetari i bashkisë Sarand, zoti Oltion Çaçi, dhe drejtues të shërbimeve publike të bashkisë. Prefektja u njoh nga afër me funksionimin e këtij terminali modern, i cili përpunon pasagjerët e 10 linjave ndërqytetase dhe 2 linjave ndërkombëtare. Gjatë vizitës, prefektja vlerësoi rëndësinë e këtij investimi, i cili përmirëson ndjeshëm standardin e shërbimeve për qytetarët dhe vizitorët, duke ofruar kushte moderne pritjeje dhe një organizim më funksional të transportit. Investime të tilla, u shpreh prefekti Allushi, kontribuojnë në zhvillimin e qëndrueshëm të Sarandës dhe në forcimin e imazhit të saj si një destinacion turistik modern dhe mikpritës. Terminali i ri Saranda Welcome Center, qysh në ditët e para të hyrjes së tij në funksion, ka sjellë impakte pozitive në zbutjen e fluksit të lëvizjes së automjeteve në kulmin e sezonit veror të këtij viti turistik. Me një sipërfaqe prej 3700 m2, terminali ofron rreth 80 vende parkimi për automjetet, zona të dedikuara për autobus, taksi dhe mjete elektrike, si edhe hapësira për bicikleta dhe skuter, duke ofruar kështu lehtësi dhe zgjidhje të rëndësishme për menaxhimin e parkimit dhe përmirësimin e mobilitetit urban në qytet. Një operacion shpëtimi është zhvilluar në orët e para të mëngjesit të së premtes, pasi të rrezikuar në det të hapur. 11 emigrant nga vende të ndryshme të lindjes së mesme kanë lëshuar sinjalin SOS. Efektiv të Delta Force dhe të policisë kufitare arritën të lokalizonin gomonen dhe të nxjerrin në breg 11 emigrantët. Një operacion shpëtimi është zhvilluar në orët e para të mëngjesit të së premtes, pasi 11 emigrant nga vende të ndryshme të lindjes mesme kanë lëshuar sinjalin SOS, pasi u rrezikuan në det të hapur. Sipas burimeve, emigrantët kërkuan ndihmë rreth 8 milje larg rrugderdhjes së Vjosës, pasi mjeti i tyre lundrues kishte mbetur në vështirësi, duke rrezikuar seriozisht jetën e tyre. Në ndihmë të tyre kanë shkuar menjëherë me shpejtësi edhe strukturat e shpëtimit, si Delta Force, Policia Kufitare dhe Guardia e Financa, duke bërë të mundur ndërhyrje në kohë dhe shpëtimin e gjithë personave që ndodheshin në bord. Pas alarmit SOS në orët e para të mëngjesit të së premtes, ku 11 emigrantë palishëm po kalonin nga rrugderdhja e Vjosës në drejtim të Italisë, kanë rrezikur të mbyten. Menjëherë në lëvizje janë vendosur njësia Delta Force, Policia Kufitare dhe Guardia di Financa për të shkuar dhe për të ardhur në ndihmë, ku arritën që të shpëtonin 11 emigrantët nga vendet e lindjes së mesme. Por ajo çka po heton drejtoria vendore e policisë së Vlorës, bën ne dije se ku është gjetur mjeti lundrues, pasi 11 emigrantët nuk kanë patur komunikim me palën shqiptare. Megjithatë, dyshimet e forta janë që gomonja është siguruar nga grup i cili ndihmon emigrantët të kalojnë në mënyrë të palishme kufirin. Në operacion morën pjesë efektiv dhe mjetet lundruese të Delta Force, Policisë Kufitare, Guardia e Financës, të cilët arritën të lokalizonin gomonën dhe të nxjerrin në breg 11 emigrantët. Ata rezultojnë të jenë shtetas nga Haiti, Afganistani, Bangladeshi, Liberia dhe Pakistani. Burime bëjmë në dije se destinacioni i tyre ishte Italia. Në momentin kur nisi operacioni i shpëtimit në mjetin lundrues ndodheshin vetëm emigrantët dhe nuk është konstatuar prania e personave të tjerë. Pas shpëtimit, 11 emigrantët u transportuan fillimisht në zonën e Triportit, ku i nështruan kontrolleve mjekësore paraprake. Fatmirësisht, të gjithë ndodheshin në gjendje të mirë shëndetësore. Më pas ato u shoqëruan në drejtorinë vendore të policisë kufitare, ku do të merren në pyetje për të sqaruar rrethanat e ngjarjes dhe itinerarin që ka ndjekur. Ndërkohë, policia ka nisur hetimet për të zbardhur të gjithë dinamikën e kësaj ngjarje, po verifikohet se ku e kanë siguruar emigrantët mjetin lundrues,
nëse janë ndihmuar nga persona të tretë apo dhe nga rrjetet e trafikimit të emigrantëve, si dhe po punojnë për identifikimin e personave të tjerë që mund të kenë organizuar këtë tentativë të kalimit të palishëm të kufirit drejt Italisë. Autoritetet vijojnë hetimet ndërsa pritet që dëshmitë e emigrantëve dhe veprimet e mëtejshme proceduriale të hedhin edhe më shumë dritë mbi këtë rast. Kanali kullues që ndan lagjet Hajro Çakëri dhe 10 Koriku në Vlorë është kthyer prej 10 vitesh në një problem shqetësues për banorët. Sipas tyre, mungesa e një projekti të mirëfillt për rehabilitimin e tij ka bërë që ata të vuajnë pasojat që nga aromat e pakëndshme, ndotja dhe insektet e shumta. Kanali kullues që ndan dy prej lagjeve kryesore të Vlorës është kthyer prej vitesh në një problem madhor për banorët e lagjeve Hajro Çakëri dhe 10 Koriku. Banorët tregojnë se mungesa e një projekti të mirëfillt për rehabilitimin e tij ka bërë që ata të vuajnë pasojat si aromat e pakëndshme, ndotja dhe insektet e shumta. Ky kanal sipas banorëve nuk pastrohet rregullisht, duke bërë që gjendja e tij, sidomos përgjatë stinës së verës, të përkeqësohet. Në këto kushte, banorët shprehen të trembur për shëndetin, pasi thonë se ky kanal është kthyer në burim infeksioni. Ata apelojnë për ndërhyrje emergjente në rehabilitimin e tij, si një domosdoshmëri për një zonë që banohet nga qindra familje. Problemi është ka qenë 12 muaj viti, ai çfarë thotë motra jote? Çfarë shqetësimi është? Po të flasim që na ka përmbytur me vite, na ka përmbytur. Që hedhin plera gjithë lagja, mundohen ata të lartëmit i hedhin këtu poshtë. Pastrimi bëhet? Pastrimi vjen çdo vit që bëhet. Them dot që s'vi, se mohoj dot atë, traktorët dhe torët që janë ata vi, pastrohet, aja të puka, se di. Në këtë gjendje që është sot, pse është në kështu? Sot, ku digjon është këta? Atë nuk e di unë. Atë edhe para një muaj erdhën ca mjete aty. Ai që të shpëtojmë njëre mirë nga ai ne duhet të mbyllur njërë, se krijon aromë shumë të keqe. Dhe kur është ashtu i hapur njerëzit hedhin beturina dhe mishkonja ka plot. Si ja bëni tani gjatë stinës së verës me mishkonja? Po si vjet ata erdhën edhe s'ka as një muaj që kaloi ajo makina e disinfektimit. Më ndryshe. Ajo dihet në kur vetë temperatura 40 gradë kush nuk e ka ato frikë. Shiko, rrugës kjo Vlora, kjo është Vlora. Si ka qenë Vlora përpara jo se di. Edhe gropat, do me thënë edhe tortuaret, unë jam rrëzuar në për tortuare, edhe kanali të mbyllet. Kanali kryesori të mbyllet, kanali të pastrohet. Në viti 73, kur është bërë elektrifikimi, u ka qenë aksioniste. E kemi rënë këtu, e kemi dalë te tunelet drenazhim. Skandaloze. Është turp të thuash që jemi në Vlorë. Unë kam shumë frikë se dua të jetoj prap. Qartë qështimi, higjena, rrugët të shkot Vlora. Nuk di qartë tema, po shpesh kemi qofë se janë njerëzit të ndërgjegjshëm. Shumë beturina, për zotin nuk e dirë. Në kohën e nderojës nuk kanë që kështu, talpije me gjuhë atë. Problemi i madh, po unë jam mbytur vjetën tetor. Mos ngeli gjën shtëpi fare. S'ngeli asgjë mua. Mos pastrimi të kanalit. Ajo e të gjithë, ja doli këtu ai, as pastrohet, as bëhet anë këteve. Doli këtu ujtë e gjithë, u fut tu te kum, pastaj shkopin për lagje poshtë. Sa po ka në të gjënë? E po bën qa një viti, e po bën 2 vjetë të radha, shu qash. Se qanë kokën jeni, e di qa do bëjnë. Kur është problemi i madh për përmbytjen apo tani gjatë verës që ka insekte, mushkonja? Por mushkonja e të gjithë nuk e mban dot tani, mbyllën dyrë tani në këtë kohë, do mbyllish dyrë dritare se hyn mushkonja të brenda. Mushkonja po kështu, të grinë. Qa them unë tani? Unë që kisë muri jam, se unë jam dhe një qikë moshur dhe edhe një qikë po shtilën këto. Po, unë po them ka koha e, që është bëraj, e ke parti brenda që është. Pore, vinë këtu ata të komunale sërën ata, them unë, kështu shu kanale, a se kemi neve jo, jam tira dhe që kanë këto. Qarë shikoj këtu në që ikin tute dhe i tu, qarë them unë të tani. E s'po kujtojt njeri fare, nuk po kujtojt njeri. Sa ko ka në të gjënë? Pak të kam unja 6-7 vjetë këtu, më përpara. Pra nuk jetë pastruar në këtë kohë? është pastruar njerë për këtu, po a i bëhet prapë. është problem për ju? Po, për të gjithë qytetin, jo vetëm për ne. Ka jo miza, jo mushkonja, jo... Qarë të themu, të gjitha të këshjeti ka me brecë. Janë në pushtet, asë mbajnë në njerë, mëndje se mund të regulojnë diqa, këta e vetë për shkatruar për të vjetur për gjithë.
Kanali kullues i lagjës 10 Korriku është një prej kanaleve kulluese kryesore të qytetit, pasi ai mbledh ujërat e shiut dhe ato të ndotura që vijnë nga fshati Kanin dhe zona e Kuzum Babas. Ky kanal vijon paralelisht në krah të një prej segmenteve kryesore rrugore të qytetit, atë të Unazës së Madhe. Monitorimi i nivelit të zhurmave dhe respektimi i orarit të lejuar për aktivitetet me muzikë. Policia e Vlorës ka intensifikuar kontrollet në zonën turistike të Lungomares në kuadër të masave për garantimin e sigurisë publike gjatë sezonit turistik veror. Policia e Vlorës ka intensifikuar kontrollet në zonën turistike të Lungomares për monitorimin e nivelit të zhurmave dhe respektimin e orarit të lejuar për aktivitetet me muzikë në kuadër të masave për garantimin e sigurisë publike gjatë sezonit turistik veror. Sipas Policisë së Shtetit, shërbimet e Komisariatit të Policisë së Vlorë kanë organizuar grupe kontrolli në teren bazuar në hartëzimin e zonave me risk për ndotje akustike. Gjatë kontrolleve janë kryer matje të nivelit të zhurmës në ambiente të hapura dhe të mbyllura për gjatë shëtitores në zbatim të numër 9774 data 12/07/2007 për administrimin e zhurmës në mjedis i ndryshuar. Sipas rezultateve të matjeve të kryera në përputhje me procedurat standarde, niveli i zhurmës ka rezultuar brenda kufive të lejuar. Paralelisht me kontrollet efektive të policisë kanë zhvilluar takime informuese me pronar dhe administrator të subjekteve që zhvillojnë aktivitete me muzikë, duke i rikujtuar detyrimin dhe respektimin e orarit të lejuar nga ora 11 deri në orën 24 për aktivitetet në ambientet të hapura dhe në qendrat e banuara. Policia e Vlorës thekson se do të vijojë kontrollet gjatë gjithë sezonit turistik me synim garantimin e një mjedisit të qetë dhe të sigurt për qytetarët, vizitorët dhe pushuesit, ndërsa u bën thirrje qytetarëve të denoncojnë çdo shkelje apo palishmëri, duke garantuar anonimatin dhe reagimin e menjëhershëm në përputhje me ligjin. Inspektorët e Agjencisë së Bregdetit vijojnë monitorimin dhe kontrollet përgjatë vijës bregdetare të Imarës, me fokus ruajtjen e hapësirave publike të plazhit dhe garantimin e aksesit të lirë për pushuesit. Vijojnë monitorimet dhe kontrollet në teren për gjatë vijës bregdetare të Imarës me fokus ruajtjen e hapësirave publike të plazhit dhe garantimin e aksesit të lirë për pushuesit. Kontrollet po zhvillohen në zbatim të hartës së stacioneve të plazhit, të përcaktuar mbi bazën e propozimeve të bashkisë dhe të miratuar nga Komiteti i Menaxhimit të sezonit turistik. Specialistë e Agjencisë Kombëtare të Bregdetit janë vendosur në Llaman dhe në Imar, në bashkëpunim me Bashkinë Imar, dhe po zhvillojnë inspektime në teren, duke liruar hapësira publike dhe garantuar respektimin e sipërfaqeve të miratuara për qytetarët dhe vizitorët. Siç mësohet, Agjencia Kombëtare e Bregdetit po kryen kontrolle në të gjitha zonat bregdetare me qëllim garantimin e standardeve të kërkuara për menaxhimin e plazheve dhe ofrimin e një eksperience sa më cilësore për pushuesit. Sipas kësaj agjencie, respektimi i hapësirave të miratuara dhe lirimi i sipërfaqeve publike mbeten prioritet për një Bregdet më të aksesueshëm, ku zhvillimi i turizmit ecën paralelisht me të drejtën e qytetarëve për të shijuar vijën bregdetare. Një oficer i Komisariatit të Policisë Sarandë është përfshirë në një konflikt fizik mbrëmjen e së njëjtës në qytet, ndërsa policia ka zhvilluar kontrolle të shumta dhe ka shoqëruar disa persona në kuadër të hetimeve. Një oficer policie është dënuar mbrëmjen e së njëjtës në qytetin e Sarandës. Ngjarja ka ndodhur në lagjën numër 3 të qytetit, ku Mihal Velço, me detyrë oficer krimesh pranë Komisariatit të Policisë Sarandë, është dënuar nga disa persona. Velço ka qenë duke udhëtuar me motor kur është fyer e më pas ka nosur nga një grup personash. Më pas ai ka zbritur nga motori dhe është konfliktuar fizikisht me ta. Rrethanat e ngjarjes mbeten ende të paqarta, por paraprakisht ka të dhëna se bëhet fjalë për një konflikt të çastit dhe jo për një sulm të organizuar. Menjëherë pas njoftimit, forca të shumta policie kanë nisur një aksion në gjithë qytetin e Sarandës deri në orët e para të mëngjesit. Janë kryer kontrolle banesash, lokalesh dhe mjedisesh publike dhe janë shoqëruar disa persona, të cilët janë marrë në pyetje. Deri tani nuk ka informacion lidhur me kapjen e autorëve të dyshuar, por po punohet për zbardhjen e rastit. Një 62 vjeçar ka rënë në prangat e policisë në Përmet, pasi dyshohet se kishte përshtatur një ambient të banesës së tij në fshatin Qilarisht si thertore të palishme, ku baktit thereshin jashtë kushteve higjieno-sanitare, ndërsa mbetit e aktivitetit shkarkoheshin në lumimvjos.
Një 62 vjeçar ka rënë në prangat e policisë nëpërmet, pasi dyshohet se kishte përshtatur një ambient të banesës së tij në fshatin Gjelarisht si thertore të palishme, ku baktit thereshin jashtë kushteve higjieno-sanitare, ndërsa mbetjet e aktivitetit shkarkoshin në lumin Vjos. Si pas policisë, operacioni u zhvilluan nga shërbimet e Komisariatit të Policisë Përmet dhe specialistët për hetimin e krimeve ekonomike dhe financiare në bashkëpunim me Autoritetin Kombëtar të Ushqimit AKU Gjirokastër, pas informacioneve se në këtë ambient ushtroi aktivitet i paligjshëm. Gjatë kontrollit u gjet një ambient i përshtatur si thertore për bakti të imta, ku ndodheshin 10 kafshë në proces therje, si dhe një numër baktish të therura. Po ashtu sekuestruan 10 matrikuj për bakti, të cilat dyshohen se janë të falsifikuar. Nga veprimet rezultoi se mbetjet e therjes shkarkoheshin përmes një tubacioni direkt në lumin Vjos, duke shkaktuar ndotje të ujrave dhe dëmtim të mjedisit. AKU bllokoi menjëherë ambientin ku zhvilloi aktiviteti dhe vendosi ndaj pronarit një gjop prej 200.000 lekësh të rinj. 62 vjeçari arrestuar akuzohet për veprat penale, fshehje të ardhurave, prodhimi kundërligjshëm i artikujve dhe mallra industriale dhe ushqimore, falsifikimi i vulave, stampave ose formularve dhe ndotje e ujrave. Në kuadër të njëjtit hetim u proceduan penalisht edhe 2 veteriner, LD, 54 vjeç dhe YH, 66 vjeç, të 2 banues nëpërmet, të dyshuar për veprën penale, shpërdorim i detyrës. Pasi sipas policisë nuk kanë ushtruar kontrollet dhe nuk kanë marrë masët që ngarkon ligji për baktit në pronësi të 62 vjeçarit. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë për veprime të mëtejshme, ndërsa policia e shtetit thekson se do të vijojë kontrollet për goditjen e veprimtarive të palishme, që dëmtojnë mjedisin, cënojnë sigurinë ushqimore dhe rrezikojnë shëndetin e qytetarëve. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë mirupafshim.